Hiq këto 3 gjëra nga shtëpia, pasuria vjen vetë. Mirë se vini në videon time të sotme, miq të dashur. Sot do të zhytemi thellë në urtësinë e lashtë, një traditë shpirtërore që na mëson se si të tërheqim prosperitetin në jetën tonë dhe si të largojmë energjinë e varfërisë nga shtëpia jonë. Kjo nuk është thjesht një ligjërat, por një udhëtim transformues që do t'ju ndihmojë të shndërroni shtëpinë tuaj në një tempull të bekimeve. Së pari, le të flasim për konceptin themelor. Shtëpia juaj nuk është thjesht një vend ku pushoni, por një enë shpirtërore që mbledh dhe shpërndan energji. Gjithçka që fusim brenda saj, qoftë objekte, ushqime apo fjalë, ndikon në rrjedhën e jetës sonë. Prosperiteti nuk është fat, por rezultat i ligjeve universale. Nëse shtëpia juaj është e mbushur me energji negative, ajo do të bllokojë bekimet, si një lum i bllokuar nga gurët. Por nëse e pastroni, energjia do të rrjedhë lirshëm, duke sjellë bollëk në të gjitha aspektet, financiare, emocionale dhe shpirtërore. Tani, le të hyjmë në pjesën kryesore, 3 gjërat që nuk duhet t'i fusni kurrë në shtëpi. Kjo është baza e gjithë mësimit, sepse këto element janë si helm i fshehur që gradualisht helmon mjedisin tuaj. Pika e parë, objektet e prishura ose të dëmtuara. Imagjinoni një orë që ka ndaluar së tiktakuari, ose një palë këpucë të grisura që qëndrojnë në dollap, ose një pajisje elektrike që nuk ndizet më. Këto objekte mbartin energjinë e shevirat hakelim, që do të thotë thyrja e enëve. Kjo vjen nga një mit ku, në fillim të krijimit, enët e dritës hyjnore u thyen, duke shpërndar copëza të errëta në bollë. Këto objekte të prishura janë si ato copëza, ato sjellin fragmentim në jetën tuaj. Për shembull, nëse mbani një orë të ndaluar, ajo simbolizon kohën e ngrirë duke bllokuar përparimin tuaj. Në praktik, kjo energji mund të shfaqet si vonesa në punë, probleme financiare ose marrëdhënie të ngrira. Çdo gjë që nuk funksionon duhet larguar menjëherë, sepse ajo tërheq më shumë thyrje. Si ta zbërthejnë këtë në jetën e përditshme? Filloni duke kontrolluar shtëpinë tuaj, dollapët, sirtarët, garazhin. Pyesni veten, a funksionon kjo? Nëse jo, hidheni ose riparojeni. Kjo nuk është thjesht pastrim fizik, por një akt shpirtëror që hap dyert për terren. Kjo energji është aq e fuqishme sa objektet e prishura janë si magnet për fatkeqësi. Pra, mos i nënvlerësoni, ato nuk janë thjesht gjëra, por bartës të vibracioneve negative. Tani, le të kalojmë në pikën e dytë, ushqimi nga burime me qëllime të paqarta. Kjo është një nga mësimet më së të fuqishme. Ushqimi nuk është thjesht lëndë ushqyese, ai mbart kavana, që do të thotë qëllimin ose energjinë e personit që e ka përgatitur. Nëse dikush e gatuan me zili, pa kënaqësi ose mendime negative, ajo energji hyn drejt për drejt në trupin tuaj dhe shpërndahet në shtëpi. Imagjinoni të hani një vakt të përgatitur nga dikush që është xheloz për suksesin tuaj, ajo xhelozi bëhet pjesë e qelizave tuaja. Kabala e krahason ushqimin me një enë që mbledh dritë ose errësirë. Në traditën e lashtë, rabinjet këshillonin të hanin vetëm nga duart të pastra shpirtërisht. Në jetën moderne, kjo do të thotë të shmangni ushqimin nga restorante ku punonisit duken të pakënaqur, ose dhurata ushqimore nga njerëz me motive të dyshimta. Për shembull, nëse një fëmijë ju jep një tortë me një buzëqeshje të rreme, mos e fusni në shtëpi, ajo mund të sjellë mosmarrëveshje familjare. Si ta aplikoni këtë? Filloni duke gatuar vetë sa më shumë, duke injektuar qëllime pozitive në ushqim. Thuani një bekim para se të hani, si faleminderit për këtë bollë. Rabini përmend se brenda 72 orëve pas shmangjes së këtij ushqimi, ju do të ndjeni një rritje të energjisë. Kjo pikë është fantastike sepse na bën të vetëdijshëm se çfarë fusim në trupin ton, që është tempulli ynë personal. Mos harroni, ushqimi i keq nuk helmon vetëm stomakun, por edhe fatin tuaj. Pika e tretë dhe më e rrezikshmja, fjalët negative dhe ankesat. Kjo është gjua e keqe, thashethemet ose ankesat që helmojnë mjedisin. Rabini e krahason me një pikë boje të zezë në një gotë ujë të pastër, gradualisht e bën të gjithë gotën të zezë. Imagjinoni të hyni në shtëpi pas një dite të lodhshme dhe të ankoheni, shefi im është idiot, puna është fair.
Këto fjalë nuk zhduken, ato qëndrojnë në ajër, duke krijuar një fushë energjie negative që prek të gjithë familjen. Fjalët kanë fuqi krijuese, ato janë si farë që mbijnë. Fjalët negative dhe ankesat bllokojnë bekimet, sepse krijon një barierë midis jush dhe dritës hyjnore. Për shembull, nëse ankoheni vazhdimisht për para, ju tërheqni më shumë mungesë. Rabini tregon histori nga tradita ku njerëz që flisnin negativisht humbnin pasurinë e tyre. Si ta luftoni këtë? Filloni duke monitoruar gojën tuaj. Çdo herë që ndjeni dëshirën për ankesë, heshtni ose zëvendësojeni me diçka pozitive. Kjo nuk është e lehtë, por është transformuese. Në video, theksohet se fjalët negative janë më të rrezikshme sepse ato janë të padukshme, por efektet e tyre janë të mëdha. Ato mund të shkatërrojnë martesa, karriera dhe shëndet. Pra, trajtojeni shtëpinë si një zonë paqeje, ku vetëm fjalë bekuese lejohen. Tani, le të kalojmë në pjesën e dytë. Këshilla praktike dhe rituale. Këto nuk janë thjesht sugjerime, por mjete të fuqishme për të aplikuar urtësinë e kabalës në jetën e përditshme. Rituali i derës, kjo është një praktikë e thjeshtë, por magjike. Përpara se të kaloni pragun e shtëpisë, ndaloni për 30 sekonda. Merrni frymë thellë dhe lini jashtë çdo mendim negativ, ankesë apo thashethem. Thuani me vete, në këtë shtëpi hyn vetëm bekimi dhe paqja. Pse funksionon? Në kabala, dera është një port energjie, ajo ndan botën e jashtme kaotike nga shenjtëria e brendshme. Duke ndaluar, ju krijoni një moment tranzicioni duke pastruar aurën tuaj. Imagjinoni se po lani duart nga pluhuri i ditës. Në praktik, kjo mund të ndryshojë ditën tuaj. Në vend të një darke të tensionuar, do të keni biseda të ngrohta. Rabini thot se brenda 7 ditëve, ju do të shihni ndryshime në marrëdhëniet familjare. Provojeni sonte, ndaloni, merrni frymë dhe hyni me energji të re. Pastrimi i mbeturinave. Kontrolloni çdo sirtar dhe cep të shtëpisë. Hidhni ose dhuroni çdo gjë që nuk shërben më, për të hapur vend për të rinë. Kjo është si të pastroni një lumë të bllokuar, energjia fillon të rrjedhë. Pse është kaq e rëndësishme? Objektet e panevojshme mbartin energji të vjetër duke penguar të rinë. Filloni me një dhomë në ditë, dollapi i rrobave, kuzhina, zyra. Pyesni, a më jep kjo gëzim? Nëse jo, largojeni. Kjo krijon hapësirë fizike dhe shpirtërore për bollë. Është si ligji i vakumit, hiq të vjetrën dhe e reja vjen. Sfida 7 ditore. Për 7 ditë rresht, mos nxirrni asnjë fjalë negative apo ankesë nga goja kur jeni brenda shtëpisë. Nëse ndjeni nevojën, zëvendësojeni me një shprehje mirënjohjeje. Kjo është një ushtrim disipline shpirtërore që riprogramon mendjen tuaj. Në kabala, 7 ditët përfaqësojnë 7 sefirotët, nivelet e krijimit. Duke mos ankuar, ju ngjiteni në nivele më të larta. Hap pas hapi, ditën 1 monitoroni veten, ditën 2 zëvendësoni sa e lodhshme dita me faleminderit për këtë mundësi. Brenda fundit të javës do të ndjeni një lehtësi të madhe. Rabini premton se kjo largon energjinë e varfërisë shpejt. Hyrja me këmbën e djathtë. Në kabala, ana e djathtë përfaqëson mirësinë hyjnore. Duke hyrë me këmbën e djathtë, ju ftoni mirësinë brenda. Është një ritual i vogël, por simbolik që vendos tonin për ditën. Provojeni, do të ndiheni më të balancuar. Tani, mesazhi kryesor, pasuria nuk vjen rastësisht, por përmes zbatimit të ligjeve shpirtërore. Duke ndryshuar atë që lejojmë të hyjë në shtëpinë tonë, objekte, ushqime dhe fjalë, ne zhbllokojmë rrjedhën e prosperitetit. Rabini përmend periudha si 72 orë ose 7 ditë për të parë ndryshime. Kjo është sepse energjia punon në cikle, filloni sot dhe bolloku do të vijë. Në përfundim, shtëpia juaj është një pasqyrim i jetës suaj. Nëse e mbani të pastër nga energjitë negative dhe e mbushni me mirënjohje, prosperiteti do të gjejë rrugën për të ju. Faleminderit që qëndruat me mua. Abonohuni, bëni like dhe komento, çfarë do të ndryshoni së pari në shtëpinë tuaj? Paqe dhe bollëk për të gjithë. Zgjero më tej ritualet kabalistike.